Të hënën e datës 22 shtator mbylli syt për gjithmonë. Enver Petrovci vdiq në moshën 71 vjeça. I njohur për kontributin e tij të madh në fushën e artit, ishte një nga themeluesit e teatrit Dodona dhe i shkollës së aktrimit në Prishtinë. Petrovci ka interpretuar role të njohura në dramaturgjin klasike, duke përfshirë Hamletin, Macbethin dhe Julius Cezar. Petrovci ka luajtur në një sër filmash dhe seriale të njohura si Babai e vitit 2015. Seriali mirënjohur komedi O Samir, që nga 2013 deri në vitin 2020. Gomarët e kufirit 2009, Sekretet e vitit 2008, Anatema 2006, Lost Sun 2005 dhe Black Flowers e vitit 2003. Në vitin 2025, Petrovci u nderua me çmimin për kontribut të pashuar në art nga Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit e Kosovës, një nga çmimet më të rëndësishme të karrierës së tij. Petrovci u varros të nesërmën ku sigurisht përveç familjarëve nuk munguan as kolegët, miqtë e dashamirët që kanë pasur fatin të punojnë me të. Andaj ti mos më shpras mos vota, ja i mështet stome, një më shkurani. Të martë në amfiteatrin e Teatrit Kombëtar të Kosovës në Pallatin e Rinisë në Prishtinë, ka nisur homazhet për aktorin dhe regjisorin e njohur shqiptar. Të mërzitur janë parë edhe disa nga studentët e tij që janë shprehur të habitur kur kuptuan lajmin për vdekjen e tij. Ai do të kujtohet për pasionin e tij të pashuar për artin dhe për ndikimin e tij të thellë në zhvillimin e teatrit dhe filmit në vend dhe rajon. Ngushëllime për vdekjen e artistit të madh kanë dhënë edhe presidentja Vjosa Osmani, kryeministri në detyrë Albin Kurti, ministri në detyrë i kulturës Hajrullah Çeko, ish presidentja Jajaga, ish presidenti Sejdio, aktore Çun Lajçi, aktorët Adriana Matoshi, Shengul Ismaili, Teuta Krasniqi e të tjerë. Pushon në paqe, profesor.